Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbuloni çfarë shkakton kafeja turke në organizëm dhe kush nuk duhet ta pijë atë. Tani e dim se kafeja ka vlera të pazvendësueshme shëndetësore. Në videot tona të mëparshme kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e problematikave të ndryshme të trashëgueshme. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një nga shoqëruesit e përditshëm. Vetëm kur jemi në lëvizje, duhet të mjaftohemi me kafe ekspres. Madje, askuj nuk I ka shkuar në mendje për të zvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres, si kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafes turke dhe asaj ekspres janë në disi të dallueshme. Gjithashtu, kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zgjerrjen e tyre në ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi I parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen në sit për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në madhësinë e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja. Kafestoli dhe kaevuli, dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa dhe antioksidantët, por të cilët janë personat që nuk duhet të konsumojnë në kafe turke. Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli I lartë ose që kanë në familjen e tyre raste me sëmundje të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet të cilave u bazohemi sipas Brightside kanë vërtetuar se këto dy substancat e personat që vuajnë nga kolesteroli I lartë mund të rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke përkeqësuar kështu edhe shëndetin e zemrës pasi ato nuk furnizohen me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke te këta persona arrit dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%, duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 të kaevolit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg për secilën substancë. Kjo për ekspertët është një e dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli mund të konsumojnë më shumë kafe ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë këto problematika, kafeja turke nuk përbën asnjë rrezik. Gjithashtu, kafeja mund të ofrojë edhe shumë përfitime në dietën tuaj. Në rast se e konsumoni atë brenda normës së lejuar, atëherë përfitimet do të jenë më të mira. Kafeja turke është e famshme në të gjithë botën, jo vetëm për shijen e veçantë, por edhe për mënyrën e përgatitjes së saj. Gjithashtu, kafeja mund të ofrojë shumë përfitime nëse pihet brenda normës së lejuar. Kafeja është padyshim një nga pijet më popullore në botë. Një filxhan ekspres ose një macchiato janë edhe një refren I njohur tashmë që shumica e personave bëjnë në përbare ose lokale. Kjo pije e traditës botërore njihet gjithashtu si dhe një burim I madh I kafeinës. Kjo substancë vepron si një stimulues për sistemin nervor dhe ndonjëherë mund të kthehet në një problem në trupin e njeriut. Sot, në botë, njihen shumë lloje të kafes të cilat janë të ndryshme si në përbërje ashtu dhe në shije. Megjithse, kafeina është gjithashtu prezente në këtë pije, sasia e saj mund të variojë dhe të ndryshojë në çdo filxhan të saj. Ndonse ka shumë faktorë që ndikojnë te kafeina dhe një kokër kafeje, ekspertët shpjegojnë se sa miligram kafeinë përmban lloje të njohura të kësaj pije. Kafeina në versionet ekspres është një pije e fortë që përfitohet nga makineria e ekspresit për të cilës ka marrë edhe emrin. Sasitë e masës së stërvitjes të kësaj pije janë në një filxhan I vogël në ditë që mund të ndikojë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja të trupit. Çdo ditë anvisa shqiptare përballen me mëdyshje, sfida dhe punë. Përpara se të përballen me këto sfida, tradita e kërkon një filxhan kafe turke çdo ditë. Shkencëtarët kanë kryer disa studime në lidhje me jetëgjatësinë e njerëzve në zonat e Ballkanit dhe të Mesdheut, në përgjithësi të cilët pinë kafe turke ose siç njihen ndryshe, kafeja e bluar imët. Kafeja ka origjinën nga Etiopia, megjithatë emri I saj vjen nga arabishtja që përkthehet në ver. Kafeja e parë është prodhuar edhe në Yemen, ku shumë besimtarë pinin kokra të kafes të tretur në ujë për të qëndruar zgjuar gjatë lutjeve.
Nga Jemeni në vitin 1517 kafeja rrugëtoi në Stamboll. Asa kohë turqit zbulonin se kokrat e kafes mund të përgatiteshin në një pije të shijshme, të athët dhe me ngjyrë të zezë, me anë të cilës mund të merrnin më shumë energji dhe të shuanin urinë. Kjo u bë e preferuar edhe në qytetrimet otomane, sidomos edhe nga sultani. Turqit shpikën metodën e përgatitjes së kafes me xhezve. Ato i bluanin kokrat e saj edhe më pas i përdornin sipas nevojës së tyre. Kafeja turke mund të jetë gjithashtu një ndikues edhe në jetëgjatësinë tuaj, citojnë ekspertët. Por a kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e rëndësishme dhe se kur është koha më e mirë për ta pirë atë? Këto dy faktorë nuk kanë vlera të njëjta. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj kalon vetëm në një proces, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes. Është e rëndësishme që kafen ta pini gjithmonë brenda normës së lejuar, por kështu do të merrni edhe përfitimet më të mira. Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli, ose ato që kanë në familjen e tyre persona me raste të problemeve të zemrës, mund të bëjnë më shumë kujdes me pirjen e kafes, pasi vetëm kështu do të ndihmoni edhe në menaxhimin e problematikave tuaja. Kafeja turke është ndër pijet më të konsumuara dhe pëlqejet në shumë vende të botës. Kokrat e kafes janë të kultivuar më së shumti në Amerikën Latine, në Azinë Jugperëndimore dhe në Afrikë. Një filxhan kafe turke mund të sjellë ndërlidhje të duarve, ankthë te ata që nuk janë mësuar që ta pinë. Nga ana tjetër, kjo kafe është tepër e shëndetshme, në qoftë se e pini atë më shumë se 3 filxhan në ditë. Sipas përfitimeve shëndetësore, pirja e kafes turke mund të ofrojë edhe përfitime në vigjilencë dhe në përqendrim. Shpesh kemi parë studime për të njëjtën natë që provonin edhe konsumin e kafes turke, edhe pse nuk është aq e fortë, ka disa lloje të kafes që janë mjaft të forta dhe na mbajnë në zgjuar dhe të përqendruar në punët tona. Kafeina në të cilën e përmban kafeja është një stimulues i njohur i trurit, ku rrit edhe vigjilencën, shton vëmendjen dhe zgjuarsinë. Një filxhan kafeje në ditë gjithashtu mund të rrisë nivelin e përqimit të informacioneve. Redukton problemet e gjirit. Sipas disa studimeve, pirja e më shumë se 2 filxhan kafe turke në ditë ndihmon në uljen e rrezikut të problemeve të gjirit nga radikalet e lira. Ka ndikime të diabeti. Konsumi i kafes është potencialisht proaktiv kundër zhvillimit të diabetit të tipit 2 tek gratë në moshë të re dhe ato të moshës mesatare. Është e mirë kundër problemeve të Parkinsonit. Konsumi i rregullt i kafes zvogëlon rrezikun e Parkinsonit, gjithashtu është shumë i rëndësishëm edhe për organizmin tuaj. Këshillohet të mos e teproni dhe ta pini gjithmonë brenda normës për të ndikuar pozitivisht në shëndetin tuaj. Pirja e një kafe turke është pjesë thelbësore e jetës në Turqi, edhe kafenet e njohura të qytetit janë gjithmonë të mbushura me njerëz. Pavarësisht nëse e shijoni sade ose edhe me sheqer, shija guximtare e kësaj kafeja nuk harrohet lehtë dhe gjithashtu mund të cilësohet si një nga kafet më të konsumuara në botë. Mira njerëz e konsumojnë në mëngjes, pas pune ose edhe në mbrëmje. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit. Por a keni menduar ndonjëherë se cila është kafeja më e shëndetshme? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është pjesë e jetës sonë dhe mund ta konsumojmë atë në forma nga më të ndryshmet. Gjithçka që duhet të keni parasysh është të ta pini brenda normës dhe të mos e teproni me konsumin e kafes. Është e rëndësishme që kafen gjithashtu të mos e mbushni shumë me produkte aditive siç është edhe sheqeri i tepërt, pasi mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Kokrat e kafes janë të rëndësishme pasi janë të pasura me antioksidant. Kafeja është e mbushur me antioksidant të cilët ndihmojnë në pengimin e oksidimit, proces ky që shkakton dëmtimin e qelizave dhe kontribon në plakje. Gjithashtu, konsumi i rregullt i kafes do të zvogëlojë rrezikun e problemeve që vijnë nga Parkinsoni. Konsumi i kafes do të ulë rrezikun e formimit të gurëve në veshka, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të teproni me përdorimin e kafes. Gjithçka që mund të bëni është ta konsumoni deri maksimumi 2 filxhan në ditë për të evituar komplikacionet që kafeina ka në shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.